5 shenjat e horoskopit që duhet I keni patjetër në një udhëtim e bëjnë çdo aventurë më të bukur. Nëse po mendoni të niseni për pushime dhe dëshironi që udhëtimi të jetë më I qetë dhe argëtues, zgjedhja e shoqërisë mund të bëjë diferencën. Sipas astrologjisë, disa shenja të zodiakut njihen për aftësinë për të organizuar, për të sjellë energji pozitive dhe për ta kthyer një udhëtim të zakonshëm në një eksperiencë të veçantë. Nga miqtë që planifikojnë çdo detaj tek ata që kërkojnë aventura dhe spontanitet, këto janë 5 shenjat që konsiderohen shoqëruesit ideal për udhëtimin tuaj. Virgjëresha, organizatorja që mendon për çdo detaj. Virgjëreshat njihen për natyrën e tyre të organizuar. Gjatë një udhëtimi ato priren të kontrollojnë gjithçka që nga rruga, transporti dhe vendet për të vizituar deri tek restorantet dhe tek hotelet më të përshtatshme. Kujdesi për detajet bën që shpesh të jenë personi që sigurohet që gjithçka të shkojë sipas planit dhe të shmangin surprizat e pakëndshme. Shigjetari, shoqëruesi I aventurave. Për ata që kërkojnë emocione dhe përvoja të reja, një shigjetar mund të jetë shoqëria ideale. Kjo shenjë lidhet me dëshirën për eksplorim, vende të reja dhe aventura jashtë rutinës. Me energjinë e tij, shigjetari priret kërkojë gjithmonë aktivitete interesante dhe destinacione që mbahen mend gjatë. Peshqit, zgjedhja për një udhëtim të qetë. Peshqit konsiderohen shoqërues të mirë për ata që duan relaks dhe një atmosferë të qetë. Me natyrën e tyre të ndjeshme, ata preferojnë udhëtime ku mund të shijojnë momentet natyrën dhe pushimin larg stresit. Dashi, ai që merr drejtimin, kur grupi nuk arrin të vendosë ku do të shkojë apo çfarë do të bëjë. Dashi mund të jetë personi që merr iniciativën, të vendosur dhe energjik. Ata shpesh janë të gatshëm të organizojnë planifikimin e udhëtimit dhe të sigurohen që dita të jetë plot aktivitete. Peshorja, shpirti I grupit. Peshorët njihen për natyrën e tyre sociale dhe aftësinë për të krijuar një atmosferë të mirë. Gjatë udhëtimeve ato përpiqen që të gjithë të ndihen mirë dhe të shmangin konfliktet. Humori dhe komunikimi I tyre mund ta bëjnë një udhëtim argëtues dhe më të paharrueshëm.